më kujtohet një rast ku gjaja më e vështirë që kam ba, domethënë që kam pa, që tregonte për sa të pa shpirt kanë qenë ushtëria dhe paramilitarët serb, domethënë ku i kemi nxjerr diku një 5 femra gra nga bunari. Domethënë ato pamje, domethënë nuk s'mundesh me imagjinu, domethënë se çfarë ndjenjë është për shkak të ujit, domethënë edhe ajet trupit, domethënë ku desh me thy bunarin krejt, domethënë për me qenë në gjendje me nxjerr, domethënë viktimat. E mos flas për fëmijë foshnje, domethënë 10 muaj, 12 muaj, domethënë të cilët e tregojnë edhe një herë, domethënë ato gjanat makabre, domethënë të cilat kanë ndodhur, domethënë për të cilat dhash Zoti nuk përsëriten më kur. Po nuk duhet me i haru për shkak që shumë njerëz, domethënë të cilët kanë ra viktim e asaj të kaluare, domethënë ende i kanë ato plagë. Ato janë gjëra të paharrueshme.